أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla sha'nu. Selamet e dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga veprat e zemrës, që është ligjërata apo dersi 28 më radh, dhe që neve në dersin e kaluar filluam një temë, një vepër të re të zemrës, që është devotshmëria ose al-wara'u, ose largimi nga gjërat të cilat janë të dyshimta për robën, e që neve e cilësojmë si gradë të lartë të devotshmërisë. Të dashur vëllezër, sa i përket njerëzve në raport me devotshmërinë ndaj Zotit xhalla wa ala, njerëzit ndahen në 3 kategori. Njerëzit apo muslimanët, sa i përket raportit me devotshmërinë ndaj Allahut të lartësuar, ndahen në 3 lloje. 3 kategori të besimtarëve të muslimanëve. Allahu xhalla wa ala thot në librin e tij Fesnik, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ne thot Kur'anin famlart ja u lam në dorë robërve tanë të cilët ne i kemi përzgjedhur me qenë musliman. Pastaj fillon Zoti xhalla wa ala në raport me devotshmërinë, në raport me Kur'anin, pra në raport me fenë e Zotit, me obligimet dhe ndalesat, largimin nga gjërat të dyshimta, ti dalloj njerëzve dhe ti ndaj në kategori. Dhe thot faminhum zalimun li nafsihi. Dhe një pjesë e tyre thot janë që i bëjnë padrejtësi vetes së tyre. Janë që i bëjnë padrejtësi vetes së tyre. Për arsye se kush është ai që i bën vetes padrejtësi? Definicioni i tij cili është? Huwa man waqa'a fi ba'd al-haram aw taraka ba'd al-wajib. Është ai i cili i ka rënë në disa harame ose i ka lënë disa obligime. Ky është ai i cili është dhalimun li nafsihi. I ka hyrë hak vetes së vet. Pra, një besimtar, një musliman i cili nuk i kryen obligimet e Zotit xhalla xhalaluhu që Allahu ka kërkuar prej tij dhe prej meje dhe prej gjithë neve besimtarëve, si falja namazit, dhënia e zakatit, shkura në haxh sipas mundësive, agjërimi Ramazanit, nëse robi nuk i kryen këto, po i lën disa prej tyre, wallahu li nafsihi, është duke i bë padrejtësi vetes së tij. Ose ka rënë në harame të ndryshme, Allahu xhalla wa ala ndalon këtë edhe ai i vepron, ky pra është ai i cili minhum zalimun li nafsihi. Në raport me devotshmërinë ndaj Zotit, është i padrejtë ndaj vetes së tij, sepse ne Allahu xhalla wa ala nuk mundim të bëjmë gjë. Po Allah subhanahu wa taala na i ka treguar rrugën e cila e çon njeriu drejt xhenetit nëpërmjet obligimeve dhe nëpërmjet largimit ndalesave të Zotit, dhe ka thonë kjo rruga është e çon robën në xhenet. E ai i cili le mangut diçka nga kjo, edhe vepron diçka që e ka ndaluar Zoti, atëherë është dhalimun li nafsi, është duke i bë padrejtësi vetes së tij. Kategoria e dytë, o minhum muqtasid, edhe ka prej tyre që janë mesatar, wa huwa man lazima al-wajib wa taraka al-muharram duna fi'l al-mustahab aw ijtinab al-makruh aw al-mutashabih. Definicioni i atij që është mesatar në raport me devotshmërinë është ai i cili i kryen obligimet e Zotit, largohet nga haramet e Zotit, edhe nuk i kryen mustahab gjërat e pëlqyeshme, ose me u largu nga gjërat e dyshimta. Kjo është njeriu i cili i kryen obligimet, ndalohet nga ndalesat. Kaq, është mesatar, besimtar. Farzet e Zotit i kryen, mundohet më ruajë nga haramet e mëdha, ky rob është i devotshëm, është mesatar në dinën e Zotit xhalla wa ala. E që neve du të më mundu me qenë në këtë kategori, e jo me qenë në kategorinë e parë. Wa minhum sabiqun bil khayrati
bi idhnillah. Dhe ka të tjerë që neve na kalojnë shumë që janë para neve në vepra të mira. Shumë, sabiqun bil khairat. Ata janë që garojnë për vepra të mira, garojnë për Allahun xhalla wa ala në vepra të mira. E këta janë, wa hadha huwa alladhi taraka al-haram wa taraka al-makruh wa al-mutashabih wa fi'l al-wajib wal mustahab. Definicioni i këtij është ai i cili i kryen pas po obligime dhe ndalohet nga ndalesat. Çdo gjë që ka sevap te Zoti xhalla wa ala që është e pëlqyeshme, ai e kryen. Çdo gjë e cila është e dyshimt, e lën. Çdo gjë e cila është e pa pëlqyeshme, e lën frikë ndaj Zotit xhalla wa ala që mos po bën në haram. Këta janë kategori e rrallë besimtarëve. Këta janë kategori e rrallë besimtarëve. Këta janë evlijat e Zotit xhalla wa ala. Sepse evlijai Allahut mund me kanë njëri shumë i thjeshtë. Mund me qenë një bari, po i cili ka frikën e Allahut shumë, kryen obligime, ndalohen nga ndalesat dhe çdo vepër e mirë që mundohet mu afru te Zoti e bën. S'ka lazëm me qenë evlijaja me flitiru, sikur që na tregojnë plakat tona, fatkeqësisht evlija po flitiraj ke jama. E kanë ashtu sorrat, na i kalojnë neve, po. Evlija e Zotit nuk flitiran, as nuk ka diçka që është jashtë normales. Është ai i cili kryen obligime, ndalohen nga ndalesat. Dhe mundohet mu afru te Zoti me gjitha mënyrat që mundet me i krye muslimani. Mirë po, ulema e Islamit e shpjegojnë një çështje shumë të rëndësishme. Thot, nuk është devotshmëri me i lanë gjërat e papëlqyeshme për një njeri i cili nuk është i krye obligimet e mëdha. Nuk është devotshmëri, ose gjërat e dyshimta. Me thana jonë tash i këshyri gjërat e dyshimta timta, që janë fe, 3-sore, 4-sore, edhe me to mirët, amo ky s'është e fal namazin. S'është e agjeru Ramazanin. Kjo nuk është devotshmëri. Përkundrazi, kjo është domethënë me lujt shejtani me atë njeri. Kanë ardhur Abdullah ibn Umeri, një delegacion për Irakut. Abdullah ibn Umeri, sahabi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky delegacion ka ardhur për Irakut dhe i ka thonë: "O shok i pejgamberit, o dietar, o hoxhima." Ka thonë: "A bën me i myt mizat edhe mushkonjat, a bën me i myt?" Thonë, e kanë arrit kulmin veç për miza janë të veta, a bën me i shkel bubrecat. A kur ta këshosh se fal namaz sa xheran? Abdullah ibn Umeri ka qesh, ka thonë: "Allahi më zoft", ka thonë, "po ju mëre e keni myt nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju keni myt Hasanin, nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e keni myt, ja keni dirë gjakun, e po vetni mu a lejohet me dirë gjakun e me shkojsa?" Nuk shkon domethënë devotshmëria në këtë formë, mu interesu për gjëra tretësore, kur themelet nuk i ke, nuk është devotshmëri kjo. Nuk është devotshmëri, me vetë hoxhën, a bo me homër mishin e krokodillit? Po, Allah i dash, a kem rritë mishin e krokodillit e që me vetë hoxhën, a? Kur ta këshërsh, në raport me të tjerët është zero, në raport me punën është zero, në raport me obligimin ndaj Zotit ka mangësi të hatashme. Në raport me raportin familjar ka gabime fatale, në raport me gruan ka gabime fatale, me fëmijën ka gabime fatale, të vetë apo me homër mishin e krokodillit. Allah, qëse kem rri që aty haje se unë e marrë përsipër krokodillin ta. Unë e marrë në shpinë. Si ai hoxha tha që ish nis me shku me një mezhdis, me disa prej nxansave të tij, tha duke shku rrugës, fukarallak i madh ka qenë më herët. 2-3 bukë të thata, pa kur gjë heq me veti. Edhe po shkojnë arave, sikur tash mira arave, kësajt edhe pishet kanë dalë do kep në për ara, dish i harrojnë kanë herë me i marrë dhe del në një aty këtu. E kjo hoxha plaku i thot talebeve të vet, shka be birë meri do kepsh aty bilet, ta hajnë bukën me kep, se s'po keme shka me hangër, thot. Ta hoqë, ta e halal jana, a janë halala? Ta o birë, ta i kemë suket me selet e fest, ta veç që ato fletat e kevet kanë me tyja, shka tha nuk, unë i marrë për sigur. Unë e thaja, për ty i marrë në ditën e gjykimit, shko nuk i. Pra nuk është devotshmëri me o marrë me gjëra të 2-sore, 3-sore, kur themelet nuk janë në rregull. Nuk janë themelet në rregull. Për këto pyetje duhet me veta i cili i kryen obligimet, ndalohet nga ndalesat, i kryen gjërat e pëlqyeshme, largohet nga gjërat e papëlqyeshme, largohet nga gjërat e dyshimta, është në devotshmëri të lartë.
është në kategori të ulemave, të dietarëve. Ai tani pastaj e tjerë hall, ka sitën e hollë, ka krahnin e hollë mi kre. Tani të kre me krahn të morrave. Sa ai tani hall e çon meselen. Amo ne sot do të vallojeni asi krahni që i ka dhënë, ko gjë i lën dosën e auton. Për arsye se themelet nuk i kem themelet ashtu siç duhet. Devotshmëria lyp besimtar të vërtet, lyp njerëz të cilë ka frikën Allahu xhalla wa ala. Mirë, dikush më pyet si më arrit ne tek kjo lwarë të devotshmëria, të kryerja obligimeve dhe lënia e gjërave të ndaluara, dyshimeve. Ulema Islami thonë an taj'al bainaka wa bain al-harami sutratan min al-halal. E para është që me vendos mes teje dhe haramit pengesë prej halalit. Me vendos mes teje dhe haramit një pengesë që është halal. Një pengesë që është halal dhe që nuk lën ty me shku te harami. Pra muslimani duhet me qenë i mençur, kur e sheh rrezikun që po do merron haram, duhet me ia vendos një halal vetit aty që mos me shku te haram. I djalosh i ri që sot është pa martu, edhe do të merron zina, duhet me ia vendos një halal mes, mos me shku te zina, po martu me Allah halal. Jo me shty martesën. Duhet me vendos një halal në mes për mos me shku te harami. Kjo është mençuri, kjo është devotshmëri. Kur e shet që një diçka është e dyshim ngrania e saj, ki gjëra shumë të padyshimta, vendose në mes, leje halal. Vendose halalin në mes teje dhe haramit në mënyrë që të pengon për me ardhur deri te harami. E kjo është devotshmëria, kjo është mençuria e devotshmërisë, dashur vëllezër. Këtë formë muslimani lun shah me shejtanin edhe nuk e lën kurrë me mujt shejtanin në lojën e tij, në rrugtimin e tij drejt Zotit xhalla wa ala. Në qofse e lejohet me fol edhe me thonë këtë shprehje. Sepse sahabët e Resulullah këtë formë neve ne kanë mësuar dinën e Allahut. Thot Mejmun ibn Mihrani, la yastami ar-rajulu li-rajuli al-halalu hatta yaj'al baynahu wa bayna al-harami hajizan min al-halal. Njeriu vështirë ka më shpëtu para në haram përveç se kur ja vendos mes tij dhe haramit një gjë që është halal. Një gjë e cila është halal, pra e vendos mes tij dhe haramit dhe rahatohet robi dhe nuk bjen në gjërat të cilat i ka ndaluar Zoti xhalla shanu. E dyta dashur vëllezër që i ndihmon robit me qenë i devotshëm është çdo gjë që është e dyshim të largohet prej saj. Çdo gjë që është e dyshim të largohet prej saj, sepse s'ka hajër në të. Për këtë thot Hasan ibn Abi Sinan rahmetullah alayh, ma ra'aytu shay'an ahwana min al-war'i. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Nuk kum pa diçka më të lehtë se sa më u largu prej edhe me qenë i devotshëm. S'kum pa thot diçka më të lehtë se me qenë i devotshëm dhe me qenë njëri që largohet nga gjërat e dyshimta. Se ka thonë, çdo gjë ka thonë që është e dyshimt leje edhe merrem atë që është e sigurt. Çdo gjë e cila është e dyshimt leje, merrem atë që është e sigurt. Edhe nuk është e dyshimt. Sepse thot është kollaj muslimani me trajtu veten, me trajnu veten e tij në këtë formë. Pra çdo gjë që është e dyshim, nuk në nefsi, shpirti jot nuk njihet i qetë në të, dije që është e dyshim, leje siç e shpjegum dersën e kaluar. Ose çdo gjë të cilën nuk i qef me pa të tjerë që jeto e bë, është gjë e dyshim leje. Kapu me diçka që është jo dyshim, është halal 100%. Ndaç me rregullu jetën tonë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadith men waqa'a fi shubuhati waqa'a fi al-haram. Ai që ka në gjërat e dyshimta ka në haram, ka në gjëra të ndaluara, sikur ai bariu i cili i kullot baktin e tij afër mexhave të huaja, në çdo moment mundet baktia me ranë në haram në gjërat të cilat i ka të ndaluara. Andaj robi nuk guxon gjithmonë me shku për teho, ka mexha gjithmonë rreth kufinit mes halalit dhe haramit. Zban, do të me ik praj pi kufinit, me ardh kamesi, në mënyrë që të arun veten e tij. Gjëja e tretë dashur vëllezër që e ruan robin mos me vepru kësi gjëra dhe me qenë i devotshëm është muhasabetun nafs. Disa herë përcjell me këtë çështje. Llogaritja e vetvetes. Llogaritja e vetvetes e bën që robi të jetë i devotshëm.
Sepse nuk e llogarit veten e vet, vetëm se njeriu që ja ka frikën Zotit xhallahu ala. Vetëm njeriu që ka frikën Zotit është ai i cili bën llogari vetes së vet. Sikur se njeriu i cili e ka një biznes të suksesshëm, çdo ditë duhet mu barazu. Çdo ditë barazohet. Hyrjet, daljet, shitjet, mallin, thash, krejt këto i bën çdo ditë. Sepse është i suksesshëm. Kështu duhet me vepru muslimani, me veten e tij. Duhet me shiku hyrje daljet e tij, çka ka bërë, çka ka shiku, çka ka vepru. Ai që e llogarit veten e vet në këtë dynjë, do ta ketë më lehtë ditën e gjykimit. Sepse thot Hasan al-Basriu, inna aysara an-nasi hisaban yawm al-qiyamati alladhina hasabu anfusahum fi ad-dunya. Njerëzit që më së lehti kalojnë në llogarin ditën e kiametit, janë ata të cilët e kanë llogarit veten e vet këtë dynjë. Më së lehti kalojnë ditën e gjykimit. Sepse e kanë llogarit veten e vet në këtë dynjë. E kur dalin para inspektoriatit ditën e gjykimit, tani kallaj e kanë se i ka llogarit veten më shumë ai. Sikur një firmë suksesshme që i rrin gati kontabilistin në këtë biznes, kur të vjen inspektoriati prej së larti, ky e pret me ballhapur për arsye se e din çka ka vepruar, e din hyrje daljet, i din problemet që i ka pas në firmën e tij. Ai që e ka lëshuar lërë, hiç su interesu për biznesin e tij, wallahi kur ti sheh inspektoriatin dridhet. Tani mundohet me lëshu kanë 100 në xhep. E në botën tjetër s'ka ashtu. Nuk ka. Ai që e ka lëshuar lërë këtë dynjë dhe hiç se ka llogarit veten e tij. S'është marrë kur me botën tjetër. Wallahi pastaj trishtim është. Trishtim është se me lajket e kanë qatë punë, veprat mi hudhë në peshore, Allahu xhallahu ala me të gjyku. Pra llogaria vetë vetës e bën që robi të jetë i devotshëm, dhe këtë nuk e bën vetë se robi i devotshëm. Vetë ai i cili ka frikën Zotit, ai i cili e ka synim me dal para Allahu xhallahu ala me llogarit dhe me fitu xhenetin e Zotit xhalla xhalaluhu. Për këtë thot wa inma pastaj thot Hasan al-Basri rahmetullah alayh, dhe njerëzit më mësë vështiri që do të llogaritën ditën e gjykimit janë ata të cilët nuk e kanë llogarit veten e tyre në këtë dynjë, dhe Allahu xhallahu ala na tregon se çka thojnë këta në ditën e gjykimit. Çka thojnë lloji i tir, soji i tillë njerëzve, çka thojnë ditën e gjykimit të cilët s'e kanë llogarit veten e vet. Në surën Kehf, ajeti 49 që neve e lexojmë ose është dashur të lexojmë çdo gjumë. Thot mali hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Fawajadu ma amilu hadira, thot Allahu xhalla wa ala. Këta njerëz që se kanë llogarit veten e vet në dynjë, kur dalin para Allah thot mali hadha al-kitab. Çka është puna e këtij librit? Libri secilit për jetës tonë. Secili ka pas dosjen e tij. Thot çka është kjo libër që s'pas ka lënë senin më të jemt edhe më të lartë illa ahsaha, vetë se e ka shkru. Fa wajadu ma amilu hadira, thot Allahu xhalla wa ala, e kanë gjetë që kanë punuar prezent. Kanë haru krejt që kanë bë, këtë kanë haru. Ama me lajkët s'harun, se ato shkrujnë çdo minutë, çdo sekond, çdo vepër që e veprojmë na, çdo fjalë që e flasim na. Në anën e djathtë, në anën e majtë i ka me lajkët robit. Edhe shkrujnë, ç't punë kanë. Mi shkru. Për këtë Allahu xhalla wa ala thot mjafton e robi që të jetë vetë llogaritës në ditën e gjykimit, sepse ka librën. Ha umqra'u kitabiya. E besimtari vërtet kur të kthehet te familjarët e vet ju thot ha umqra'u kitabiya. Merr me lexon e librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiha. Sepse unë kam ditë fort mirë që kam ardhur dita e llogarisë para Zotit xhalla wa ala. Ka me ardhur dita e llogarisë. E ai që se ka llogarit veten e tij në këtë dynjë, mos thash Zoti, edhe është për banorëve të xhenemit, e merr librën ka ana e majt, mas shpine. Edhe çka thot? Ma mirë mos më pa dhon hiç ke libër. Ma mirë hiç mos më pa dhon. Për arsye se nuk e ka llogarit veten e vet në këtë dynjë. Prandaj dashur vëllezër, për me arrit devotshmërinë, me arrit një gradë të lartë të muslimanllahut, robi duhet çdo ditë me llogarit veten e vet, me shikue raporti i tij mes tij dhe Zotit, a ka qenë i duhur në këtë 24 orësh, apo s'ka qenë i duhur prej xhumas deri në xhumë, a ka qenë i duhur apo s'ka qenë i duhur prej Ramazanit deri në Ramazan.
Çka kanë bën në mes të robi në mënyrë që pastaj dalmi para Zotit xhallahu ala faqeball. Dashur vëllezër, e pesta merat që ndihmon robin me qenë i devotshëm është me kujtu rëndësinë e devotshmërisë. Gjithmonë në mendje me kujtu vetes çfarë rëndësie ka devotshmëria tek Allahu xhallahu ala. Sa herë Allah i përmend njerëzit e devotshëm në Kur'anin famlar, sa herë Allahu xhallahu ala i lavdron njerëzit e devotshëm në Kur'anin famlar, i trajton dhe ju thot që këta janë të lartë, ta do të shijojnë xhenetet e Zotit, ta do të largohen nga zjarri i xhenamit. Sa herë që ne e kujtojmë devotshmërinë, na shtyt të bëhemi më të devotshëm. Sepse e dim që para Allahu xhallal xjalaluhu kemë dal pastaj me llogarit. Thot Dhahak ibn Uthmani radiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, thot adraktu an-nasa wa hum yata'allamuna al-war'a. Thot kam taku njerëz që kanë mësuar shumë për devotshmërinë. E kanë mësuar në land, në shkollë. Sigur në shkollë që mësojnë, e kanë mësuar devotshmërinë. Çka është devotshmëria? Thot wa hum al-yawm yata'allamuna al-kalam. Derisa sot njerëzit e mësojnë çysh me fol. Çysh me qenë me oratorë me mashtru tjerë. Çto thotë mësojnë sot? E ky ka jetu herët, ndërsa sot më zvet për neve. Më thonë, me mësu devotshmërinë është diçka, ndërsa sot të njerëzit garojnë si me qenë ma oratorë, qysh me dit me folë, me dalë televizion, me mashtru tjerë, mu bo analist. Thjesht, kushtimisht me thëmë, thojza. Rasyje se, nuk ka devotshmëri. Flasin rruajbida për çështjet në rëndësishme, për çështjet mëdhaja, flasin me ndjeletit. Për arsye se ai mendjeleti din me fol, orator, ka mësuar një vet me do kurse çysh me fol, çysh me munda tjetrin debat, i ka kry do kurse dhe menon që tash, jo, të para tana e kanë mësuar devotshmërinë. Sepse kanë ditë që devotshmëria e ngrit robën në këtë dynja para se me ngrit në botën tjetër kur dal me para Zotit xhallahu ala. E fjala pa vepër e ngrit një herë sikur shkuma e detit, ose sikur çumshti i cili vlon. Po kur të bjen ai motani, s'ngritet, nuk ngritet. Për arsye se fjala pa vepër nuk e çon njeriu te para. Fjala pa vepër është zero në raport me të devotshëm me ato që ja ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj e pesta dashur vëllezër është yaqini, bindja, me mësu veten, me bind veten ne. Për arsye se njeriu është i devotshëm kur e bind veten për gjërat që Allahu xhallahu ala i ka shkruar hala pa ne në dynjë. Edhe nuk hyn pastaj i haramave, nuk hyn në rrugët e këqija, sepse e bind veten robi edhe ka iman që Allahu xhallahu ala para se me kriju qiejt edhe tokën, ai ka caktuar rrezikun. Ai ka caktuar rrezikun. Rasulullah ka thënë ajmilu fi talab, vetëm zbukuroni kërkesat para Zotit xhallahu ala. Shkoni dhe kërkoni halalin. Punoni. Edhe çka? Robi e din që çka ka risk, nuk mund me dal prej kësaj dynjaje pa hangër dhe pa marr. S'mund me dal. Kur e ka këtë bindje robi që pa e përmbush riskun e tij, nuk e lën këtë dynja me shku te Allahu xhallahu ala, ai nuk i mshon rrugëve të këqija pastaj. Nuk bën harame, nuk shkon me vjedh, nuk e bën një punë jo me nder. Vetëm shkele shko, po është me devotshmëri. Për arsye se e din që robi pa e hangër rrezikun e tij shkon te Zoti i tij. Edhe mundohet që rrezikun që e ngran, që e han, që e ushqen familjen e tij, të jetë halal dhe të jetë i devotshëm pastaj. Dashur vëllezër, gjitha këto na ndihmojnë neve si musliman. Na ndihmojnë neve si musliman që të jemi sa më të devotshëm. Sa më të devotshëm ka shi Zoti xhalla shanu wa taqaddasat asma'u, dhe jo të jemi për atyre njerëzve të cilët devotshmërinë vetëm e kanë dëgjuar dhe nuk kanë mësuar kur për të dhe nuk e praktikojnë. Devotshmëria më e mirë është kur robi i kryen obligimet e Zotit, ndalohet nga ndalesat e tij, e vepron çdo vepër e cila afron tek Allahu, qoftë ajo e pëlqyeshme, largohet nga çdo gjë që është e papëlqyeshme dhe largohet nga çdo gjë që është e dyshim, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na bën për këtyre besimtarëve të sinqertë, na bën për atyre njerëzve të devotshëm që Allahu xhallahu ala është i kënaqur me ta. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.